Për fund, e ngacmua me një pyetje pikante që ka të bëj me Big Brother VIP. Në intervistën e kaluar, ai dha një mendim që shpejt ju bë viral. Në Zoom u rikujton edhe një herë këtë moment. Kum pasu në ftesë për Big Brother dhe në Kosovë dhe në Shqipëri, edhe është një format që po ka shikueshmëri shumë të madhe. Ata që kanë mundësi, nëse mund të quhet, çka mund të quhet VIP, produksioni është duhet me qenë ekstrem. Me një fjali, e atëherë ta shohim sa është vështirë për një mamë të qenë pjesëmarrës në Big Brother. Se kur je fytyrë publike, ki edhe përgjegjësi publike. Edhe nëse e thuni një reakcion, duhet mi thonë me qëllim. Mirë, po nëse ki shpreh, po e quaj fashizëm ose e ki ofendu gjinin e but, ose e ki shkel drejtat e njeriut elementare, ti duhet me shku në shtëpi njerë. Ajo nuk kanë faj mësafirt, se 24 orë, edhe unë nështë nëse shkoj kisha mujt me dalë për vetës në momentet caktume, po është pikërisht produksioni dhe producentat në një shoqëni që është aq lehtë, aq e dhunshme, me kriju rregulla strikte, me njerë me shku në shtëpi. Ne të kalojnë edhe 60 vetë, ne të shohim ky popull me ma shumë VIP se popullatën këto me met,